prerogativa të njëjtat përgjithësi, njëjtin mandat. Mirë po, puna në institucione bazohet në Kushtetutën e Republikës Kosovës. Dhe çka ka kushtetuse të kërkohet kompromisi? Kushtetuta e Republikës Kosovës thotë që të drejtën ekskluzive për propozimin e që nënkupton vullnetin e lirë për propozim e ka partia fituese. Kjo është e qartë, po nuk e është si ti thua Shtrajnerit të ekipit tjetër, që jo, unë luj me ty vetëm nëse ti në sulm e vendos lojtarin më të dobët. Nuk është çështje e emrit të përveçëm, është çështje e vullnetit për bllokim. Ju du të lëvizni tutje duke pas pastaj numrat për qeveri. Prandaj kemi bërë një ofertë Lidhjes Demokratike të Kosovës. Do flasim për atë, por tash ju nuk keni. Por ajo e ka refuzuar dhe ka bërë një propozim absurd që na kthe në kohën e Unmikut. Po, do të flasim për atë pjesë, por si bëhet pra pas gjithë kësaj kohe, mund t'ju duket e shkurtër, për ne që shohim nga jashtë, na duket absurde dhe madje edhe zonja Kallas ju tha sot që formojeni sa më parë që mundeni. Shumë e rëndësishme t'i formojnë institucionet, as që institucionet të reja legjitime. Si ju duket nga e përdora, ndoshta edhe keq përdora fjalën etik, po nga aspekti edhe i përgjithësisë, andjeni sa do pak përgjegjës. Ju keni fituar 130.000 vota vetëm ju, zonja Gërvalla. Pra gjithaj njeri gjithaj qytetari ju ka votuar. Andjeni ndonjë përgjithësi qoftë personale të kusheni që me gjithat institucionet janë të bllokuara, është një ngërç. Dhe këtu po bëhet lojë fajit. Kujtja hedhë është fajit. Jo, nuk është çështje fajit. Andjeni përgjithësi, edhe personale. Faktet janë shumë të qarta. Ne kemi nevojë për një zhbllokim të kësaj situate, ne kemi ndërmarrë disa hapa, kanë qenë të pasuksesshëm, jemi ballafaquar me inate, jemi ballafaquar me vazhdim të blokadës, nuk ka në një shtet demokratik as kënd që mund të ta shpjegoj se vota e fshehtë, po paraqis ka problem. Ta zhbllokojmë, ta zgjedhim kryetarin e kuvendit. Unë mendoj që fare nuk ka të bëj me personin e zonjës Albolena Haxhiu. Unë mendoj që ka të bëj me Albin Kurtin. Por nëse ka të bëj me Albin Kurtin, dhe nëse opozita pas ka të drejtë, kur thot që Albin Kurti nuk i ka numrat për ta formuar qeverinë. Pse e bllokojnë procesin këtu, edhe nuk na lejojnë të shkojmë drejt tek votimi i qeverisë? Po kur dje punat e qeverinë, po të kishit numrat për qeverinë, ju do kishit numrat të tash, pra ju po përjashtoni një situatë logjike. Jo, nuk është e vërtetë. Se jo, po të kishin 61 vota, nesër do të votohej. Jo, e keni gabim. Pse? Unë jam pjesë e bisedave të ndryshme, nuk është e vërtetë. Unë mendoj që ne numrat për qeveri i kemi. Po nëse unë pas kam gabim. Po kush janë ata numra? A mund ta dim, pra kush kanë ata persona që votojnë qeverinë Kurti, por nuk votojnë Albolena Haxhiu? Nuk po na sfidon opozita nëse është e bindur që sipas kemi numra. Po pse nuk i sfidoni ju opozitën ose dhe gjithë ne që po e shohim nga jashtë si spektator, që nesër të keni ata 61 numra? Pra si është e mundur që mund të keni numrat për qeverinë e jo për kuvendin? Sepse nuk ka asnjë arsye për ta tejkaluar Kushtetutën, e cila këtë të drejtë ja njeh ekskluzivisht. Po si e tejkaloni, falni. Si e tejkaloni ju Kushtetutën nëse i keni 61 numra? Kemi dy ankesa në gjykatën kushtetuese. Njëra është e jona për votat e keqpërdorura dhe të manipuluara me post të diasporës, nga ana e njërës prej partive, e LDK-s, edhe kemi kërkesën që ka dërguar në kushtetuese një grup deputetësh, kryesisht të AAK-s. Ta shohim çka po na thot kushtetuesja. Ndoshta ka kushtetuesja, se ajo kushtetuesja do t'japi një vlerësim se a është kundër kushtetues votimi i fshehtë. Keni besim në kushtetuesin? Besimi im është shumë i kufizuar, sepse eksperienca jonë gjatë këtyre 4 viteve është që gjykata kushtetuese ka lejuar të keqpërdoret nga opozita. Do ju thoshte kushtetuesja është e njëjta që rrëzoi Hotin e pastaj mundsoi ardhen ju? Po ne kemi parë që gjatë 4 viteve janë bllokuar ligje ekzistenciale, sot ankohemi për rritjen e çmimeve të produkteve ushqimore, mirë po kushtetuesja e ka rrëzuar ligje i cili lejon edhe kanë shkuar para ligje si ai i KPK-s, si i Vettingu ka marrë dritën e për herë të dytë i KPK-s, mbasi u kthye një herë dhe pastaj u ashtu, por u vonua 2 vjet.
u vonua 2 vjetë. Ju po vononi me mua për një çështje krejt teknike e lërë më për reformat e ligjeve. Reformat ekzistenciale që kanë qenë në fushën e drejtësisë janë vonuar tej mase. Sa kohë qëndroi ligje për byron për konfiskim të pasurisë pa justifikueshme. Ka qëndruar gjatë, është e vërtetë. Ka qëndruar për tej çdo lloj rezoni legalistik. Përmendet zonja Gërvalla më herët ofertën që i bët LDK-s. Tani, vetëm disa muaj janë. Bas edhe me javë mund t'i nomrojmë, kur ju, ndaj LDK-s, hidhnit akuza shumë të rënda. Personalisht ju, edhe zoti Kurti, me gjuhën që përdarte, e gjithë vetëvendosja, si bëhet ta shkërkoni e koalicion. Për shembull, si sonte, para nesh ju e arsyetoni këtë lloj qasje, që brenda javësh ju ndryshoni pozicionet në mënyrë diametralisht të kundërt dhe prej të afërt me oligark, të këqija që ju i listonit, tashmë i kërkoni partneritet. Si arsyetoni? Unë nuk kam bërë akuza ndaj LDK-s, unë vetëm kam shpërfaqur të vërtetën që ka nën kryetar të LDK-s, nën kryetar aktual të LDK-s, të cilët masa tona në veri për stabilizimin e gjendjes atje dhe shtirjen e sovranitetin i krahasojnë me kohën e Miloševićit edhe me masat e Rankovićit. Ky është fakt. Ky nuk është akuzë imja, ky është fakt. Hapeni internetin, i shihni deklaratat e tyre dhe për mua përcjell politike në që i kam parë këtë deklaratat. Tërësisht të papranueshme nga një parti që pretendon të jetë parti institucionaliste. Ju nuk e keni akuzuar vetëm për këtë, ju keni akuzuar për lidhje me oligark. Tash do të shkopen brenda natës nga oligarkia? Koalicioni, ne e kemi një rezultat të caktuar të cilin e ka dëshiruar qytetari. Dhe vota e qytetarit është vendimi për të gjithë ne. Nëse qytetari ka thënë që ky koalicion qeverisës i merr vetëm 42%, dhe në Kosovë nuk qeveriset me 42%, qeveriset me 50+. Pra, është e qartë për ne që vizioni ynë që mund të kemi maksimumin e ritmit dhe të impenjimit ton për realizimin e reformave nuk ka qenë i dëshiruar nga qytetari, pra duhet gjesh një partner. Nëse PDK-n e përjashton nga partneriteti, dhe unë jam e bindur që PDK-ja duhet përjashtuar nga partneriteti. Pyetja e radhës ishte pse LDK dhe përjashtimi i PDK-s? Po sepse LDK-ja sido që tjetë, përgjatë këtyre më shumë se 20 viteve, prapë se prapë, edhe pse ka pasur faza, kur kemi parë dhe gjatë 4 viteve të fundit, ka luajtur një rol jo ashtu si se s'po du të shprehem se i dhnojmë prapë edhe nesër s'na vina së në kuvend, por prapë se prapë PDK-ja nuk duhet të vinë në pushtet gjatë 4 viteve të ardhshme. Ata ka nevojë që ndrojnë edhe 4 vjet në opozit, sepse intensiteti i keqpërdorimit të mekanizmave shtetëror nga ana e PDK-s ka qenë ekstrem. Dhe ata do duhet që ndronin minimumi edhe 4 vjet në opozit për të rigjeneruar nga brenda. Gjatë zgjedhjeve, ju thash unë jam gazetar i politikës, e përcjelli politike në një specifike, gjatë kohës së zgjedhjeve ju kritikat pothuajse keni pas të unifikuar ndaj secilit, dhe të njëjta kanë qenë. Pra si PDK-ja, si LDK-ja, ju i fustit në një thes, le të themi.